Gjyshit janë shumë të rëndësishëm që të jenë prezent si gjyshër, jo si prindër. Do të thotë? Do të thotë që detyr... E marrin her pas here gjyshërit rolin e prindër duke thënë që unë po e rrisë, kohën pjesën më të madhe, pra nëse ti se çonë çerda po në kopësht dhe rrisin gjyshërit, ata marrin pjesën më të madhe të ditës. Kjo ndryshon shumë dinamikat e brendshme psikologjike të fëmijës edhe të familjes, sepse fëmia në këtë rast duhet të jetë shumë i qartë kush është mami, babi, kush është gjyshi dhe gjyshja. Dhe ne duam të kemi një sistem familjar bërtham, por në të njëjtën kohë duam që të përfshijmë gjyshin, gjyshen në gjërat që ne nuk duam që t'i zhvillojmë apo që t'i bëjmë. Edhe kjo krijon një lloj konflikti jo shumë të vogël. Fëmia mund të ketë një lloj konfuzioni. Por edhe çështja e arsimimit, ose ndonjëherë zgjedhje një dado e cila thjesht është shumë e kujdesshme. Edhe i ri fëmijës në kokë që mos të vritet, që ta haj mirë, që gjellën ta bëj mirë. Midis përkujdesjes nga gjyshi dhe gjyshja dhe dados, unë do të sugjeroja përkujdesjen me dadon. Vërtet? Dhe gjyshi dhe gjyshja të mos bëjnë dadon, por të bëjnë gjyshin dhe gjyshen. Sepse unë mendoj që fëmia ka nevojë për gjysh dhe gjyshe, nën dhe baba, po ashtu edhe për dado, ku nuk mundet që mamaja, babai të jenë në përkujdesje. Sepse nuk duaj që roli i gjyshit dhe i gjyshes të konvertohet, të ndryshohet dhe të kthehet në një dado dhe më pas gjysh dhe gjyshe, sepse kjo e bën shumë të vështirë.